Një koncept ide mbi një statuj monumentale të mbretit Ilir Genti në Lezhë. Një statuj monumentale e mbretit Ilir Gent në Lezhë është konceptuar si një vepër që synon të lidhë historinë e sundimtarit Ilir me qytetin antik të Lisit. Ideja është paraqitur nga Palin Zefi, i cili propozon që monumenti të realizohet në bronzë dhe vendoset mbi një pedestal në një monumental preguri. Sipas konceptit, lidhja e mbretit Gent me Lezhën mbetet në rolin që Lisi kishte në vitin 167 para Krishtit, kur qyteti shërbeu si rezidencë e përkohshme mbretërore, qendër diplomatike dhe bazë e rëndësishme e ushtrisë së tij. Në konceptin artistik, Genti paraqitet i ulur në fron me qëndrim solemn dhe imponues, duke ndërthurur figurën e sovranit me atë të udhëheqësit ushtarak. Kapelja e tij karakteristike kaosja, e njohur në monedhat e Lisit, me shpatë në dorë të djathtë. Froni do të përmbajë koka luani, motive të lules gentiana dhe figurën e një anije ilire Libuna. Sipas propozimit, statuja duhet të jetë të paktën 2.5 metra e lartë dhe vendoset mbi një pedestal rreth 2 metra, ndërtuar me blloqe guri që evokojnë muret antike të Lisit. Mesazhi përmbyllës i konceptit është i qartë: pasi të nderojmë mbretëreshën Teuta, herët avon radhën e ka mbreti Gent.